Kur nga dita e zgjedhjeve lokale në ndan pak më shumë se një muaj, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristani është angazhuar për një proces me standarde dhe pse dorëheqja e tij përballë kërkesave të përsëritura të opozitës nuk është një opsion. Në debat me përfaqësuesin e Partisë Socialiste në KQZ, Genç Gjonçaj, përkundër akuzave për varësi politike, Ristani ka deklaruar se çdo vendim i tij është marrë në përputhje me ligjin. E keni menduar dorëheqjen si një instrument që mund të sillte kompromis brenda KQZ-s? E kam menduar dhe seriozisht kam menduar se çfarë mund të bëja më mirë në punën time, por më falni për mungesën e modestisë, po për sa kohë që çdo gjë më është konsideruar në bazë të ligjit dhe vlerësuar nga të gjithë ata që institucionalisht mund ta vlerësojnë punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, më del që puna ka qenë e lavdëruar. Ishte një arsye logjikshme që ai do të largohesha nga drejtimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të pasur një proces të besueshëm. Çdo gjë që juve thoni apo çdo kush tjetër që thot kundër veprimtarisë së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë vetëm fjalë pa vend për sa kohë që nuk ndiqni rrugën institucionale. Mendoni që ka një vendim të palishëm të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ankohuni në gjykat. Kthimi i anëtarëve të opozitës në mbledhjet e komisionit për Ristanin do të ishte një rast i mirë për të miratuar edhe rregulloren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Por unë mbaj mend një gjë që zoti Gjata ditën e parë që erdhi në detyrën e tij, javën e parë miratoi rregulloren e organizimit të funksionimit të KQZ-s. Veprimi i parë që bëri, gjithë ta kishit bërë dhe ju, prej kohësh, në mënyrë që të shmangnit këtë punën me 4 anëtar të një krahu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ti ndalin pak të rregullore, vërtet nuk ka një rregullore Komisioni Qendror të Zgjedhjeve? Atëherë, çështja është e tillë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bazë të ligjit duhet të ketë 2 rregullore. Ne kemi miratuar rregulloren për administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe nuk kemi arritur të miratojmë akoma rregulloren për mbledhjet e komisionit. Sepse rregulloria për mbledhjet e komisionit do 5 vota që të miratohet dhe për fat keq ata 2 që mungojnë dhe nuk vinë që ta bëjnë të mundur miratimin e kësaj rregullore, që nesër po të vinë, që nesër e shtrojmë për diskutim. Prej muajit janar në mbledhjet e KQZ-s mungojnë 3 anëtar, bojkot ky që ka cënuar besueshmërinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërkohë që nga ana tjetër opozita këmbgul në largimin e Arben Ristanit.